Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturia e tij Joan Pelushi ka meshuar këtë të diel në katedralen e Korçës, aty ku ka shërbyer si mitropolit për 27 vite me radhë. Të pranishëm në Mersh kanë qenë jo vetëm besimtarë të shumtë ortodoks të juglindjes së vendit, por edhe hierarkia ortodokse e Shqipërisë. Kjo është mersha e parë në katedralen e Korçës pas fronëzimit të kryepeshkopit Joan, ndërsa gjatë fjalës së tij nuk ka fshehur emocionet kur ka falendëruar gjithë klerikët e juglindjes së vendit që kanë shërbyer me të. Në ditë sotme, unë jam i emocionuar. Kam shërbyer për 27 vjet. E dua të falenderoj të gjithë klerikët e diocezës së Korçës për mbështetjen që më kanë dhënë. E të gjithë besimtarët, të cilët janë përpjekur për ta ndihmuar kishën. E ndarja me i kohë ka që gjatë nuk është e lehtë. Megjithatë, ne ndajemi përkohësisht, sepse gjithë si krishterë besojmë që një ditë do të takohemi në qiell së bashku, kështu që ndarja është e përkohshme. Po dhe ndarja e përkohshme sjell një lloj trishtimi. Unë do lutem për këtë diocezë, sepse një pjesë e shpirtit tim e jetës time është këtu. Dhe për një kohë të shkurtër, derisa të zgjidhet mitropoliti i ri, e mbuloj unë përgjegjësinë e kësaj dioceze. Dhe uroj që Perëndia na japë një njerëz të denjë në këtë diocezë për të vazhduar punën që filloi kryepeshkopi, vazhdoi me mua e do vazhdoj me tjetrin në radhë. Historia e kishës është e gjatë, është 2000 vjeçare. Dhe gjithmonë Perëndia ka dërguar njerëz për të ndryshuar popullin e tij. Prandaj këtë ditë sotme do doja t'ju falenderoj të gjithëve. Mitropolia e Korçës deri në zgjedhjen e mitropolitit të ri do të jetë në mbikëqyrjen e fort lumturisë Joan Pelushi.